Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut premton vendosjen e energjisë si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore. Si dikush që vjen nga sektori i energjisë, di shumë mirë se sa e rëndësishme është ajo ndjen e lëvizjes së vazhduesme e ndryshimit dhe përgjegjësisë. Kjo është arsyeja pse energjia vendoset lart në agjendën shtetërore, jo si një çështje teknike, por si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore, tha Istria Mickovski. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut nënvizoi se turbulenca globale na kujton se pavarësia energjetike është një kusht për lirinë ekonomike. Ministri i Transformimit Digital në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, kërkoi veprim të përbashkët dhe përpjekje të koordinuar në procesin e transformimit digital të energjisë. Apeli vjen në sesionin digitalizimi i sistemeve të energjisë për shpejtimin e veprimit përmes koordinimit dhe inovacionit në kuadër të forumit të 14 ndërkombëtar të energjisë për zhvillim të qëndrueshëm i cili po mbahet në Shkup. Sipas ministrit Andonovski, digitalizimi mund të përshpejtojë misionin e përbashkët për një të ardhme të qëndrueshme të energjisë. Ai theksoi se digitalizimi nuk është vetëm proces teknik, por një mënyrë e re të menduarit dhe menaxhimit lidhur me të dhënat, institucionet dhe qytetarëve në shërbim të politikave të qëndrueshme. Sanksionet e fundit të vendosura nga Shtetet e Bashkuara kundër kompanisë ruse të naftës Lukoil dhe Rosneft nuk do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimin me karburant në Maqedoninë e Veriut. Institucionet sigurojnë që tregu vendas mbetet i qëndrueshëm. Sanksionet po japin rezultatet e para në botë. Kina ka pezulluar më 23 tetor blerjet e naftës ruse pas paketës së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj kompanive më të mëdha në Moskë, Rosneft dhe Lukoil. Kjo rënje e kërkesës nga gjigantët rusë do të ushtrojë presion mbi të ardhurat e Moskës nga nafta, do t'i detyrojë importuesit kryesor në botë të kërkojnë furnizime alternative dhe të rrisin çmimet globale. Giganti rus i naftës Lukoil ka njoftuar se do të shesë asetet e tij ndërkombëtare pasi Washingtoni njoftoi sanksione kundër tij dhe kompanisë si motor Rosneft për shkak të vendosjes së masave kufizuese kundër kompanisë dhe degëve të saj në disa shtete. Kompania njofton qëllimin për të shitur asetet ndërkombëtare, tha Lukoil, duke shtuar se ka filluar procesi i tenderimit. Rosneft dhe Lukoil përbëjnë 55% të prodhimit të naftës në Rusi. SBA vendosi sanksionin ndaj tyre me qëllimin e qartë për të bllokuar të ardhurat e Rusisë dhe për ta dërguar për të negociuar një armë pushim në Ukrainë. Lideri i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari është i mendimit se infiltrimi i botës serbe në Maqedoninë e Veriut është i pakontestueshëm. Në intervistë televizive ai deklaroi se ky fenomen është i dokumentuar dhe në raporte zyrtare të Bashkimit Evropian. Ndodh që një person nga Republika Srpska, që është në listën e zezë amerikane, të vinë në qendër të Shkupit dhe aty të pritet nga kryeministri dhe eksponentë të tjerë të qeverisë. Raste të tilla janë të shumta dhe përmes tyre shihet qartë ndikimi serb në Maqedoninë e Veriut, deklaroi Taravari. Sipas tij, Serbia ka ndikim dhe në Kosovë, posaçërisht tek partitë që përfaqësojnë komunitetin serb, i cili nuk përbën më shumë se 4 deri në 5% të popullatës atje. Sa i përket pyetjes se kush qëndron pas Serbisë, është e qartë se pas Aleksandr Miloševićit qëndron Rusia, deklaroi Arben Taravari. Ekonomi. Punimet për ndërtimin e linjës hekurudhore me shpejtësi të lartë të korridorit të 10 pritet të fillojnë vitin e ardhshëm në Maqedoninë e Veriut. Hekurudha me shpejtësi të lartë është në procesin e përgatitjes së dokumenteve të nevojshme, siç janë një studim fizibiliteti, një studim vlerësimi mjedisor dhe të tjera, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Istria Mickovski njoftoi se zbatimi nuk do të ndodhë deri në tetor ose nëntor të vitit të ardhshëm dhe tani po përgatiten studimet e nevojshme. Është një proces që zgjat 270 ditë, duhet të përfundojë diku në maj ose qershor. Pastaj do të hyjmë në një dialog konkurrues për të zgjedhur një kontraktues për projektin dhe presim që në tetor nëntor vjeshtën e ardhshme të fillojmë zbatimin e këtij projekti, tha kryeministri Istria Mickovski. Vendosen tabela në Shqip në pikën kufitare të Blllatës. Pas tabelave dygjueshë në Bellanovës, Qafthan dhe Blac, edhe pika kufitare e Bllatës ka marrë pamjen e saj të plot me tabelën në gjuhën shqipe. Pas shumë vitesh neglizhencë, po e kthejmë në vend atë që është detyrim ligjor dhe moral, praninë e shqipes në hapësirat publike, apelon zëvendës drejtori i doganave të Maqedonisë së Veriut, Mustafa Dauti. Ministri i Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Goran Minçev, premton se ligji për përmirësimin profesional dhe trajtimin e nëpunësve administrativ përbën një reformë thelbësore që ka përcen boshllëkun shumëvjeçar me synimit për një administratë europiane dhe realitet që po ndërtohet. Me këtë ligj po vendosim themelet e një sistemi transparent, efikas dhe të ndershëm, i cili do të mbështetet tek profesionalizmi, ku përparimi do të bëhet përmes dijes, jo përmes lidhjeve, theksoi Minçev.
Sipas tij, thellimi i Akademisë për Administratë Publike do të ofrojë trajnime të strukturuara dhe zhvillim të kompetencave, ndërsa çdo i punësuar i ri do të kalojë 120 orë trajnim do të jap provim përpara një komisioni profesional. Qeveria e Maqedonisë së Veriut parashikon që buxheti 2026 do të ruajë stabilitetin makroekonomik, menaxhim të financave publike dhe mbështetje të rritjes ekonomike. Pas miratimit të tij në mbledhjen e qeverisë, synohet rritje ekonomike në 3.8% dhe inflacion në 2.5%. Të ardhurat totale janë planifikuar në 347.7 miliard denar, ndërsa shpenzimet në 413.9 miliard, me një deficit buxhetor për 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Projekcioni të ardhurave tatimore për vitin 2026 është bërë me një rritje prej 6%, krahasuar me ribilancin e vitit 2025, që është rreth 12 miliard denar. Kontributet janë planifikuar në nivel më të lartë prej rreth 4.7 miliard denar, ose 4% më shumë krahasuar me ribilancin për vitin 2025, tha Ministra e Financave e Republikës Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Koçoska. Aktualitet. Arrestohet e drejtori i higjienës komunale në komunën e Shkupit. Zyrtarë të policisë pranë sektorit për punë të brendshme në Shkup kanë marrë dokumentacion i shtesë dhe kanë arrestuar 2 persona të dyshuar për keq menaxhim të mbeturinave në qytetin e Shkupit. Rustemi më parë ka mbajtur postin e nëndrejtorit të ndërmarrjes publike Saraj nga 2017 deri në vitin 2021, si dhe nga viti 2023 deri në vitin 2024. Ka qenë zëvendës drejtori i ndërmarrjes publike Parku dhe Gjelbërimi në Shkup në bashkëpunim me kryebashkiaken Daniela Arsovska. Niveli i ndotjes nga mbetjet në qytetin e Shkupit është shkak për arrestimin e drejtorit të ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup, Sabaudin Rustemi dhe Aki Saitit, udhëheqës për menaxhim të mbeturinave pranë të njëjtës ndërmarrje. Mbi ta është vendosur masa arrestit me burg. Nga prokuroria thonë se ata vepruan në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e mbeturinave dhe detyrat e tyre për mbledhjen dhe transportimin e rregullt të mbeturinave jo të dëmshme në territorin e qytetit të Shkupit, si dhe me detyrimet e parashikuara në programin operativ për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe planin operativ për mirëmbajtjen e pastërtisë publike. Politik. Vion fushata për raundin e dytë për zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Koalicioni Vlen përmes një komunikate theksoi se fitoria në Çajir, Saraj, Haraçin, Zhelin, të Arc dhe Epërsia në Tetov, Bogovin, Dibër, Struk, Bërvenic e Dollnen zhveshën përfundimisht patriotizmin e rem të treshes Ahmeti Taravare Sela. Pas çdo disfate vjen shpërthimi i nervozës dhe këtë e pam tek Ali Ahmeti, i rrëzuar nga froni, ai doli të fyej shqiptarët. Ky është Ali Ahmeti i vërtet pa filtrin e propagandës dhe teleprompterin e grupit, apelojnë nga koalicioni Vlen. Nga koalicioni AKI në Maqedoninë e Veriut, Skëndere Xhepi Zedi në intervistë televizive në Debat 21 shprehur i bindur se opozita do të fitojë të gjitha komunat në raundin e dytë të zgjedhjeve të 2 nëntorit. Në Tetov kemi bindjen se qytetarët shqiptar do të penalizojnë duke i dhënë përkrajen kandidatit ton, tha Zedi. Mëtej, përfaqësuesi i opozitës tha se edhe Strugën do ta fitojnë edhe më lehtë se Tetovën. Ne do i fitojmë padyshim, po edhe nëse i humbin, ata rezultati i numrave fuqisë votues është në rrethin e parë, se në rrethin e dytë bashkohen gjitha partitë politike në Maqedoni për ndonjë kandidat të caktuar. Ndërsa nuk munguan thirrjet për zgjedhjet parakohshme parlamentare. Nëse kryeministri, nëse këto partnerët e Vlenit konsiderojnë që janë më të fuqishëm politikistë, Aleanca Kombëtare për Integrim, le të rëndojnë të shpallin zgjedhjet e ardhshme të parakohshme parlamentare dhe le ta zhdukin Aleancën Kombëtare për Integrim pasi që kanë më të fuqishëm. Nga koalicioni Vlen akuzojnë Aleancën Kombëtare për Integrim se po bashkëpunon me partinë Levica. Tetova, Dibra dhe Struga dhe çdo komunë shqiptare duhet ta dinë më 2 nëntor vota për KI është vot për Levicën, për anti-shqiptarizmin dhe për turpin politik, thonë nga Vlen. Sipas këtij koalicioni ka dëshmi për bashkëpunim. Në Tetov po ndodh skandali më i rënd politik i këtyre zgjedhjeve. Fotografia që po qarkullon në media ku shihet përfaqësuesi i shtabit të AKI-s në Tetov në takim me kandidatën e Levicës është dëshmia më e qartë se ky koalicion është gati të shesë çdo vlerë kombëtare vetëm që të fitojë pushtet, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut, Vlen. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut sqaron dasitë e krijuara me kandidatin e Vlen për kryetar të komunës së Tetovës, Bilal Kasamin. Histria Miskovski tha se pas takimit pret që Kasami të jap deklarata si një kryetar i një Tetove multietnike. Да, јас се сретнав со Било Касами, разговаравме и мислам дека он веќе почна да ги испраќа оние вистински изјави кои што треба да прилегаат на еден градоначелник на мултиетничко Тетово. Po jam takuar me Bilal Kasami, kemi biseduar dhe mendoj se ai tashmë ka filluar t'i dërgoj ato deklarata të vërteta që duhet t'i plotësoj një kryetar i një Tetove multietnike, tha mes të tjera Shmitskovski.
Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut ka hedhur poshtë të gjitha shkrimet nëpër portale për gjoja koalicion me Ramiz Merkon nga BDI. Sipas tij, këto publikime po bëhen pasi qendra të caktuara janë të zhgënjyera që Merko nuk i ka dhënë mbështetjen PD-s në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Strug. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.